Vendet e bashkësisë ndërkombëtare të cilat kanë prezencë në Kosovë dhe ndikim është dashur të ndajnë qasje ndaj flet arresteve të Serbisë që ka për komandant e ushtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kjo qasje tyre është e papranueshme dhe duhet të definohet një herë për gjithmonë, ose me Kosovën ose me Serbinë. Kështu ka deklaruar deputeti vetëvendosis Recep Selimi për televizionin. Sipas tij, institucionet tona është dashur që kohët të miratojnë rezolutën dhe tani Ramush Haradinaj do të gjindej në Kosovë jo të ndalohet. Duhet të ndajmë në bashkësia ndërkombëtare, po flas për atë bashkësi ndërkombëtare, nëse më lejohet kështu, e cila është e ndërlidhur, e cila është prezente, e cila ka rol në Kosovë. Pra të ndajmë mendjen me Kosovën o me Serbinë në këtë rast. Për shkak se Kosova dhe Serbia nuk mund të dakordohen asnjëherë. As deri më tani, po duket as në të ardhmen. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ali Berisha ka thënë se të gjitha vendet e botës demokratike duhet të reagojnë për këtë rast, pasi këto akte akuza janë ngritur nga prokuroritë e Serbisë dhe janë të kohës së Miloševićit. Edhe bota demokratike dhe gjithë ata që kanë në zemër lirinë e kombëve dhe të shteteve duhet të reagojnë, pasi që akte akuza ngritur nga prokurorit e Serbisë janë të kohës së Miloševićit. Dhe dihet kush ka qenë Miloševići, kush ka qenë regjimi i tij, jo vetëm për Kosovën, po për krejt Ballkanin, po ndoshta edhe për Evropën. Edhe antari i Komitetit për Politikë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të Kongresit të SBA-s Elliot Engel ka deklaruar se është e papranueshme që Serbia apo e kishte përdorur Interpolin për të goditur ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Në një deklaratë e tij ai thotë se arrestimi i Haradinajt nuk ka të bëjë me sundimin e ligjit ose me drejtsinë. Ai ju ka bërë thirrje autoriteteve të drejtësisë në Francë që të përshpejtojnë procesin dhe të lirojnë zotin Haradinaj sa më shpejt të mundur, ka deklaruar Engel. Ramush Haradinaj është ndalur nga policia franceze për shkak të një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia.